Telefoni është pak larg, por shpresoj të duket. Te polisterolin gjithmonë ja vendos unë, nëse s'ka korniza, pa vendos dhe për arsye që t'jenë ngrohtë, por edhe për arsye që mos të ndërtojnë hoje të reja këtej, mos të harxoj bleta, por thjesht të ndërtoje kur unë t'i vendos. Kjo është korniza e parë, mashallah. Të dardhat e kumullat e që janë këto që na kanë sjell pak në këtar. Kanë si është i kuq. Kam gjithë këto ditë që se kam provu dot, se kam qenë me Ramazan. Por tani do e provoj një çik se çfarë shije ka. Tu është korniza e dytë që ja kam vendos, ka qenë mashallah. E kanë ndërtuar dhe kanë sjell dhe pak këtar. Ngepse koha s'ka qenë shumë e mirë, një ditë binte shi, një ditë ishte kohë e mirë, mashallah, shkojnë se i kanë ndërtuar cep edhe në cep. Edhe kanë vendosur shumë pak në këtar. Këto janë pa diafragëm, nuk ka kanë vendos diafragëm. Për arsye se do bëj dhe ndarje nga këto dhe doja që të ketë pjellje edhe nga dytë dhe nga poshtë. Tek një tjetër që e kam bë video, që do e hedh pastaj edhe në YouTube edhe këtu. Ajo kishte 12 korniza me pjellje. Tjerat i kishte me nektar, me polen. Do e postoj pastaj atë video edhe në YouTube edhe këtu. Mashallah. Mashallah. Prej të afër. Ku është kjo kamera? Këtu. Mashallah kam sjell goxha. Këto janë koloni që unë i kam vendosur që në fillim të marsit katin e dytë, sepse disa thonin është shumë herët, por nuk është fare herët nëse ti do të marrësh nga këto që nxjerrin lule tani në fillim, mashallah. Normal që nga këto nuk mund të marrim gjithë katin, sepse nuk është gjithë kati, tani kanë më shumë pjellje, mund të ketë shumë pa korniza, por nga këto janë super. Shpresoj se duket. Të dy anët. Kjo është korniza e tretë. Kjo është një ndër kolonit më të fuqishme që unë kam këtu. Janë edhe tjera që janë me katë 2 të rreshta, andaj kam tjera që nuk e kam vendosur akoma katet e dyta, që do bëjmë ndarjet. Do të shohim bashkë ndarjet. Që komentet nuk po i shoh se edhe i kam larg, por do flasim edhe me komentet. Mashallah. Kjo është korniza e dytë. Jo, kjo s'është korniza e dytë, se po fusum gabim tani. Kjo është e katërta. Në katin e dytë korniza e katërt. Pjellje cep në cep, pjellje perfekte, siç duhet ta ketë një mbretëresht cilësore. Shpresoj të duket, mashallah, shkojmë si është. Mashallah, shkoni edhe anën tjetër. Perfekt. Korniza, tu është kurora që i themun, kurora është me mjalt. Tu është me pjellje, vullosur, perfekte. Mashallah. Ka që të syri për i shikon. Dhe këtu në fund janë meshkuj. Një me pjellje. Mashallah. Korniza e dytë. Cep edhe në cep. Tu vetëm një pjesë të vogël e ka vullosur, mjalt, tjetra është komplet me pjellje. Perfekt. Dy. Korniza e tretë. Mashallah. Cep edhe në cep me pjellje. Dhe kjo nuk po shoh, nëse kanë bërë qibuk apo jo, se tek disa blet tjera kishin qibuk. Normal që u aprisha, sepse do i zgjedh edhe disa koloni shumë të forta që të bëjmë ndarjet e reja. 3.
Kjo është e 4-ta me pjelli vulosur. Mashallah, nuk po I mbaj shumë jashtë sepse mos ftofet se është pak ftoftë. Tu pas ka ndërtu, pas ka vazhdu të bëje qipuk, është bosh. Edhe kjo është bosh. E të tregoj nga afër si janë këto. Okej, ja. Këto janë këto qibuk që vazhdon bleta të bëje kur do vazhdojë të rojisi, por siç duket, ky qibuk është bosh, nuk ka vezë. Kështu që kemi akoma për të dhënë hapësirë, nuk ka vazhduar akoma me rojitjen, por këto do I prishun. Dhe këtu kemi 4 korniza me pjellit vulosur në katë dytë, kështu që 100% mbretëresha do jetë poshtë. Mashallah, kjo është e 5-ta. Mashallah. Besoj se s'ka nevojë për koment. Ta e ka mbushur me nektar. Tani normal që një blet ka që fort, normal që do e mbushi edhe me nektar, se s'ka kuptim të ketë gjithë këtë koloni edhe mos të ketë prurje. Tu jemi në katën e parë. Kështu që kësaj do ja vendosim këtu në mes një kornizë të gatshme, ose më mirë ta shohim edhe poshtë dhe pastaj ta shohim se ku do vendosim kornizën. Këto po I kthim në vendin e vet. Mos komentoni njëherë për momentin sepse nuk po I shoh komentet, sa ta mbarojmë këtë, pastaj do I shohim pa komente dhe do e mbyll, edhe do jemi gjatë javës prap live. Që t'i shohim bashkë, kur të bëjmë edhe ndarjet. Kjo është super. Tu jemi tek kati poshtë. Shojnë s'kanë vazhdu ndërtimin që të ngjitet edhe lartë. Këto janë pa diafragma, si që kam thënë dhe javën që kaloj, kam vendos diafragmat. Akoma, sepse dua të bëj dhe ndarje nga këto. Prandaj I kam lënë sipër, mos gaboj, kishim 1, 2, 3, 4, 5 korniza me pjellje të vulosur. Imagjino kur dalin gjitha ato pjellje vulosur atje, kjo do katin e tretë. Shohim poshtë se si është gjendja. Se di se sa duket, besoj se duket. Okej. Tu I pata vendos dhe disa shirita për varrova. Dhe këto kanë dhënë pak efekt, kanë rënë disa varrova. Nuk ju gënjej unë, t'ju them se nuk kanë fare. Kishin pas edhe kanë rënë disa. Ta shohim poshtë, se edhe poshtë kanë vendos një kornizë para 2 javësh të re. Kjo është korniza e parë. Tu e kemi me polen. Qilët polen është kjo. Tu është korniza e dytë. Si shihet këtu pak ka vazhduar ta ndërtoje, sipër e kishte ndërtuar dhe ka vënë këtu pak ka vazhdu ndërtimin. Java nuk ka qenë shumë e mirë. Por kjo javë që vjen besoj do jetë super.
Mashallah. Kjo është me pjellje. Komplet me pjellje. Tu ka dhe pak polent. Kurora me pak mjall. Tu ka vazhdu edhe ka bërë qipuk prap. Bosh është. Edhe këte është me pjellje. Ditore. Për treshën nuk po e shohim akoma. Edhe kjo është super e lehtë si kornizë, kjo do jetë komplet me pjellje. Po tregoj pak nga afër si duket pjellja ditore edhe me polen. Duken. Shikoni ato thumbat e vegjël të bardhë. Shikoni është deri lart është me pjellje. Edhe lart edhe deri në fund është me pjellje. Tu janë pjellje pak më të mëdha, këtu është me polen. Po ashtu edhe këtej. Ja dhe kinga. Shikoj ka mush me pjellje deri lart, deri në cep të kornizës. Perfekt. Jo, nuk i vras kur e heq atë dhe kur i vendos, nuk e di se për çfarë the. Nëse do i shoh pak komentet në fund. Tu kemi 2 me pjellje. Sipër kishim 2, 4, 5 mos gaboj. Mashallah, edhe kjo është cep me pjellje ditore. Kjo është korniza e 8. Me pjellje. Edhe kjo është me pjellje se duket nga pesha që është e lehtë. Tu ka pjellje, polen, ka bërë një mix. S'ka gjendë vend sipër edhe ka vazhdu poshtë. Nuk e di se sa duken, se është telefoni pak larg, këtu janë gjitha bletët janë me polen, kanë ardhur. Mashallah. Mashallah, dhe këte është komplet me pjellje ditore. Kemi edhe meshkuj. Këto janë kujnja që i kanë vendosur shirita. Kjo është nga që është super e fortë si koloni, i ka konsumu komplet këto, i ka nxjerr jashtë. Edhe kjo është komplet me pjellje ditore. Meshkuj dhe meshkuj kanë bërë shumë meshkuj. Dhe këtu po shoh se e ka ndërtu një qibuk. Por nuk ka vezë. Që do jap poshtë një kornizë dhe sipër do jap një kornizë. Po ajo me jeshile është mbretëresha. Inshallah sportzohet telefoni. Ky është me polen. Te ka bërë hapësirë për pjelljen. Po edhe kjo është kornizë e re që ja kam pas vendos. Dhe këtu ka sjell pak hektar, por është fokusu më shumë tani ka 2 ngjitet komplet qa sillin. Tu poshtë e mban për pjellje. Dhe këtë kornizën do ja vendos pak më këtej. Tani po e lej jashtë. Po mund të shkruani këtu ose dhe në Instagram. Si shihet këto shiritat.
i ka konsumu. Të kam vendos për varroa, po emrin e këtij ilaçi nuk va them se asun nuk ma tha ai ku e bleva, është goxha i njohur ai që e kam marrë këto shirita. Por nuk më tha se si e ka përgatit, gjithsesi unë e mora për t'i provu, nëse funksionojnë, atëherë do marr prapë, nëse nuk funksionojnë, po besoj se shumë e njohin se është goxha i njohur aty ku i kam marrë. Por tha që është një përzierje e tij sekrete dhe nuk donte ta tregonte. Gjithsesi, kushdo që t'i marrit e ai, mund t'ua them, s'po ja them emrin, mi bë reklam. Atëherë, do i vendos një kornizë këtu poshtë punuar dhe një lart, se për momentin nuk kam korniza këtu të punuara. Që është komplet me pjellë editor, të këtu në cep doja ja. Nuk doja vendos në mes, sepse këtu poshtë janë gjitha kornizat pothuajse me pjellë editor. Marr një kornizë t'ja vendos këtu dhe një sipër. Këtu kam dy korniza, kjo është e re, ndërsa kjo është e vitit kaluar. Këtë është komplet e punuar, ndërsa këtë është e papunuar. Këtë doja vendos në krah tjetër, sepse kjo që e ka aty në cep nuk është e punuar komplet. Kështu që doja s'postojmë. Se nga që i ka të gjitha me pjellë editore këtu poshtë, 90% kornizave janë me pjellë editore, nuk doja vendos në mes, nuk dua t'ja hap pjellën editore, t'ja ndaj. Doja vendos më në cep. Ok, atëherë poshtë janë 2, 4, 6, 8, 10. Poshtë është plotësuar me korniza. Tu s'kemi diçka tjetër që mund t'i bëjmë këtu poshtë. Do vendosim katin, do vendosim dhe i kornizë papunuar sipër. Kornizë e papunuar, unë si fillim ja vendos këtu në cep. Sepse ajo, në moment që është se ka ndej hapësirë, ka hapësirë për të pas. Kjo, në moment që do dalin këto bletët, kjo mundësisht do ngjitet prapë sipër t'i mbushë me pjellje, sepse poshtë zbuloset pjellja, sipër pastaj janë gjitha të hapura. Dhe kështu është puna. Tani t'i shohim një sekond, ose po e mbyll një sekond të bletën, dhe t'i shohim pak komente që se keni bërë ndonjë pyetje. Edhe do e mbyllim për sot, po nga nesër e tutje do jemi prap live. Shkoz janë mbledh këtu, janë bërë gjitha top, që kanë qenë poshtë kapakut. Gati për rojtje.